Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Data e sot është 18, muaj është i 5, viti 2026, vit që po e shkelim gati në mes. Dhe ndodhi ajo që pritej. Më 18 maj të vitit 2026 do shkruhet në histori se para Ministrisë së Drejtësisë në Shkup u mblodhen studentët shqiptar nga Republika e Maqedonisë së Veriut për të protestuar për të drejtën e tyre ligjore, sepse është me ligj e rregulluar, dhe për të drejtën e tyre kushtetuese, mos flasim për atë të drejtë natyrore dhe çka mos tjetër pa. Do i kthemi kësaj, po të fillojmë që nga fillimi. Ditën e sotme të hënën, pra e hënësh sot, Komuna e Tetovës kishte caktuar një mbledhje, pra në Këshillin Komunal, ku duhej bërë publike shitja e shumë pronave publike për €1 metër katror. Ai veçmë tash e ka emrin Bilal Kasami, €1 metër katror, dhe çfarë nuk ndodhi. Pra, plotësimi dhe ndryshimi i programit për menaxhim me tokën ndërtimore në Komunën e Tetovës ka nxitur debat dhe protesta brenda sallës në Këshillin Komunal. Më në fund BDI-ja u pa për të jetë prezente me pankarta në dorë. Më në fund u pa. Deri tash luftën e vetme ka bërë këshilltari nga radhët e shoqatës qeveritare më mirë për Tetovën, Agron Arifi. Her pas here i ndihmonte nga Aleanca e Selës dikush dhe kaq. Por, pse protestoi BDI? Këshilltarët opozitar nga BDI-ja protestuan dhe dolën në pankarta në sallë pasi siç thanë Komuna e Tetovës do të shes tokën publike me çmim për €1 metër katror. Protestuan për ndalimin e shitjes së pronës publike të Komunës së Tetovës, mirëpo vlen votoi për shitjen e pronës publike në vlerë për €1, shembull për Saraçinën €38.000, një sipërfaqe për €38.000 katror. Pra është skandaloze. Ju a dini se edhe në Tetov ka një sipërfaqe për 22.000 metra katror dhe është shitur për €22.000. Dhe është duke ndërtuar një objekt grandios. Do vërim se ajo pronë veçmë është shitur, ngelet kohës që ta vërtetoj. Ishim kundër prej fillimit, kërkojmë që kjo pikë të largohet dhe njëjta të mos votohet për ata nuk na përfillen, tha këshilltari Berat Murati nga BDI. Do e dëgjojmë Beratin, por unë do ndalem pak në të. Dini se ka ligj në Maqedoni i cili thotë cilët toka mund të hyjnë në atë që quhet €1. Të gjitha ato tokat që janë mbledhur dhe përfundimisht 2011. Ndërsa, unë kam përsëritur dhe përsëris prapë. Në çdo parcelë në katastër ka historiat. Pra, Bilali ka shumë pastër punë për prapa grilave, por vetëm është koha kur do shkoj. Unë jam njëri prej atyre i cili kam ngritur një procedurë kundër ty. Dhe do shkoj. Të mbani me mend, do shifem. Pra, kjo që ndodh në Tetovë kërkon nuk është duke ndodhur. Pse toleron VMR dhe PMN-ja qeveria? Dhe pse e toleron Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Nikolovski? Do të më pyet ata pse. Pse? Muhabetet e një miku tim që thotë se Vleni ka 2 kryetar, sepse edhe Shqiponja në flamur ka 2 kryetar, janë muhabete qajtorësh, muhabete se gjoja se kinë se e bëjnë që Saraçinën të angushtojnë në veprimtari, sepse atje qenë ka popullat maqedonase, nuk është e vërtet. Me vite të tëra ata e kanë shitur me shpime jo të majme, por shumë të majme, ato toka dhe kanë ble banor nga Sallareva, Gurgunica e kështu me radhë. Dhe atë shumë shtrejt i kanë ble, pra nuk ka pasur nevojë, por këtu është pastër për interes material personal, pra nuk qëndron asnjë prapavi politike, sepse a disa i bëhet vonë për shqiptarët Nikolovskit. Ai u ka bërë tokën nga tokë prodhuese në tokë ndërtimore. Nuk e kam bërë unë, pra ministria. Faleminderit për pyetjen. Ne sot patëm një debat të ashpër dhe shumë demokratik, ku protestuam edhe me mjete demokratike për ndalimin e shitjes së pronës publike. Pra ky ishte Berat Murati nga BDI në Këshillin Komunal të Tetovës që më në fund morën krahët të dalin para opinionit. Shitjen e pronës Komunës të Tetovës, mirë po, siç e shqyqohet edhe ju, ata Vleni votuan me 16 vota për shitjen e pronës publike me një vlerë prej €1, për shembull për Saraçinën, me vlerë për €38.000.
një sipërfaqe për 38.000 metër katror. Kjo është skandaloze. Po Berat, po të kish në brendin asaj se kush e ka marrë, nuk do them kush se i dhënohet Bilalli, ja, kush ta tha. Ata u arsituan se është vetë çmimi fillestar dhe nëse duket Sepse ju duhet ta bëni këtë punë, të kërkoni nga Këshilli Komunal, pra si këshilltar të kërkoni nga komuna sqarime emri dhe mbiemri kush është pronari. edhe më sfidoj mua personalisht edhe partinë time, unë do ta sfidoj dhe do ta vërem se ajo është pronë veç më është shitur. Mirë po, i ngelet kohës që ta vërtetojmë. Okej. Po ashtu ka reaguar edhe këshilltari i pavarur më mirë për të thënë Agronariti, tha se kjo është program për menaxhim me toka ndërtimore, ku komuna ka obligim programin vjetor ta bëjë, të cilën mund ta ndryshojë, të shtoj pika ose të tërheqë. Okej, ta dëgjojmë. Tash në dy parcelat e Evanaja, diçka duhet ta kemi të qartë. Domethënë kjo është program për menaxhim me toka ndërtimore. Komuna ka obligim programin vjetor ta bëjë, të cilën mund ta ndryshojë, shtojë pika ose të tërheqë. Kjo nuk do të thonë se komuna do i shes tokat, mirë po qytetarët duhet ta dinë dhe të informohen se cilat parcela janë në programin përshitje. Pasi disa seanca me radhë kanë kërkuar nga sektori i urbanizmit të vendohet në funksion projektori që qytetarët ta dinë, pasi një gjë e tillë nuk bëhet dhe detyrohemi ne të përgatitojmë që parcela shiten dy parcelat e Evanaja, 608 metër katror për 44.000 euro, shitet parkingu të Verja, 1825 metër katror për 95.000 euro, shitet tokë të qendra sportive. Në kuadër të asaj toke kemi edhe bazinin e qytetit, prandaj e pyeta sektori për urbanimin nëse kjo tokë shitet, ai bie që bazeni i qytetit është shitet. Shitet parcel pas One Hospitalit me destinim për ndërtim të banesave, 1897 metër katror për 123.000 euro. Shitet tokë në Saraqin, 38.000 metër katror për 37.000 euro. Shitet tokë në afërsi të lumit Shkumbin, te bulevardi Vësëbatu aty afër, 751 metër katror për 48.000 euro. Dhe të theksohet se aty është e parapame ndërtim banese, 5 kat, edhe për dhes, me lartësi 18 metër. Është interesante se aty afër jeton njëri nga këshilltarët e shumicës, nëse ai e lejon ose e voton këtë, i bie që ai shtëpisë vetë do ja pengojë drejtën e diellit. Shiten 14 parcella në rrethicë të vogël, 4.271 metër katror për 4.200 euro. Aty nuk është e parapame asnjë objekt publik, prandaj pyeta, a kanë parapame qerve? Duhet ta dimë se komuna e Tetovës sot është në kontradikt me veten, pasi në pikën e 8 të legalizimit, ajo po legalizon një uzurpim. Pasi nga sektori u arsyetuan se përfshirja e parcelave në programin përshitje është që të parandalohet uzurpimi, në pikën e 8 të rendit të ditës, ato janë në kontradikt me veten e tyre dhe do të bëjnë legalizimin e një toke e cila është në kundërshtim me interesat e qytetit të Tiranë. Po pra, dhe a disa mërzitet Bilalli. 5 pare nuk jam. 5 pare. Pra, nuk mund ta marrësh vesh çfarë është. Herë është këshilltar kur i duhet Bilalli nuk ishte aty sot, herë është këshill sepse ka qenë në Shkup dhe e ka zëvendësuar, merrni me mend. Nuk ka drejt kur nuk është kryetari i komunës të jetë këshilltar nga Vleni Alvi Qamili, i cili sipas Bilal Kasamit është nën kryetar. Është qesharak edhe e habishë kur këshilltarë një partie që ka shitur gjysmën e qytetit me shpim se si u ka konvenuar oligarkët e tyre, po akuzojnë se ne po shesim parcelat toka me 1 euro metër katror. Humori. Dëgjoni. Është vërtet qesharak, është e habishme kur këshilltarët e një partie të cilët kanë shitur gjysmën e qytetit me çmim se si u kanë kompletuar. Okej. Njeriu flet atë që di. Ky s'di kur gjë dhe flet atë që nuk e di. Dhe tash ndalim pak më tepër se sa që duhet në atë që quhet protesta e sotme e paralajmëruar gati 1 javë, protesta për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga studentët e universiteteve shqiptare këtu në Maqedoni. Dhe dini se çfarë ndodhi? Në mëngjes aty pas orës 10, sepse mëngjesi bie deri në orën 10, pas mëngjesit 2 ko-kryetarët e Vlenit, Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti, jam synë dhe u takuan, plus edhe u fotografuan me Mickovskin, kinse kanë biseduar për
ligjin për gjuhën. Këtë e thot Bilali dhe Izeti, nuk e thot qeveria. Kjo shumë interesant. Nuk e thot kryeministri. Asnjë deklarat nuk ka nga ana e kryeministrit. Dhe ma lezezi ta kujt i besoj. Dhe, sa dolën për atje me njerë filluan që të sëlmojnë, kanë filluar që të sëlmojnë qish brenda ditës, po dhe tash në mbrëmje e lexoj Besar Durmishin dikur ka dalë, o Besar, ribe se ku maten burrat mos hyn be Besar, se mund të hash kokës. Dhe, këtë muhabete akuzuan kinse BD-ja mundohet kinse BD-ja për organizon këto protesta. BD-ja, po a them vërtetë, BD-ja mundohet të përvecoj. Pra të i nxjerr gjatë gjithë kësaj kohës, nga protesta e parë deri tash, kret njerëzit tek të cilët mendon se ka besim. Si mund të kesh besim të Arvar Ademi, i cili ishte ministri i arsimit dhe çfarë bëri? Kurrë bëri. Ai është jurist. Si mund të kesh besim te doktori Bujar Osmani kur s'ka të bëj as pak me këtë problematikë dhe ai del shetmen. Çfarë do të dëgjosh? Nuk besoj më kërkush. S'flasim për të tjerët. BD mundohet të i përveçoj meritat e organizimit, por jo o Izet Megjiti. Studentët të mbash mend Izet nga tash, duke pasur përkrahje edhe të studentëve të tjerë nga dy shtetet fqinje shqiptar, studentë e universiteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë, tashmë ata janë forca e parë në udhëheqje të popullit autokton shqiptar në Rrëmava. Do dalem edhe te autoktonia. Vëm bast me cilin do. Ti marrëm gjysmën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Nga e kanë hiç më larg babën e babas, gjyshin. Nuk e kanë të lindur në Maqedoni. Mos them krejt bloku Maqedonas, nuk e kanë. Edhe dikush nga Vleni nuk e ka. Dhe mbahen dhe flasin emën të neve që unë këtu jam den babaden gati 500 vite. Ti që më dëgjon je po ashtu 500 vite e tepër. Dhe ata mbahen autokton, ne nuk jemi autokton pra. Vëmëroja mbahet autokton. Gjysma e vëmëros janë me rënjë nga shtetet fqinje, Bullgaria dhe Greqia. Nuk hyn në nacionalitetin e tyre, po nuk janë të lindur në Maqedoni gjyshit e tyre. E treta gjenerat, shtemon për 9-ën e di se janë të lindur në Liseci, edhe në kohën e mbretërisë otomane ka qenë aty në atë vend, kur ka qenë mbretëri, edhe në kohën e luftës së parë botërore aty ka qenë, edhe në kohën kur është prish në 1912-ën Otomania ka qenë aty, edhe në kohën e krimit të mbretërisë së ka qenë aty, nuk ka lëvizur vetëm mbretënia. Edhe në kohën e formimit të Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë, apo më vonë ndrojnë në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë, aty ka qenë. Edhe në kohën e ndarjes Republikës Socialiste të Maqedonisë nga Republika Socialiste Federative të Jugosllavisë, aty ka qenë. Edhe në kohën kur është formuar Republika e Maqedonisë Veriore, aty është. E këta, të pyesim kryeministrin, nga i ka rënjët gjyshi i tij? Da pyesim Nikolovskin, nga i ka rënjët gjyshi i tij? Jo baba, gjyshi. Dhe ata në mbahen autoktor, ne që kemi pa të drejta këtu. Çfarë në bëgjë? Nuk e pyes Izet Megjiti, nuk e pyes Asafrim Gashi, nuk e pyes. Pra, hudhja e asaj se BD po organizon, i shkon për shtati i BD-s, mirë po të jeni të sigurt, se BD i shkon në histori do shkoj dhe vlen, prej sot. BD-i si kënd të merr organizimin dhe përhap kuluareve këtë muhabet në për portalet që i kontrollon akoma. Dhe ti takojnë publik gjëse organizimi. Por jo Izet Megjiti. BD me prapavi dështuese dhe pse dinte se mund t'i bënte dëm organizimi qerën e parë, nxirrte Bujar Osmani, Arvar Ademin e gjithë të tjerët, me deklarata dhe vazhdoi gjithkohë deri në organizimin e ditë, deri sot. Që të duket sikur ata ishin. Shtrohet pyetje logjike, po pse nuk organizoi vetë si BD të delte të fliste Ali Ahmeti? Mirë po dini se nuk do hanë pjesëmarrësi. Herën e dytë. Këtë do edhe vëmëro me Vlen, që duke akuzuar BD-in të ulin peshën protestës së studentëve. Unë them këtu, si Mesut Shabani, mbase këtu ka marrëveshje mes trios BD VMRO Vlen, të mos paraqitet forcë e tretë politike e fortë shqiptare në Maqedoni të Veriut. Po sashish jo nga të rit. Pak më vonë të flas se a janë të rit apo se si fitohet madhuria në Maqedoni. Nuk është akulturore, por Nonda Bulka me veprën vrage vitit të largët 1930 shkruan.
të pakultururit mbau 1000 herë i pakulturuar sepse ai me muskulturën mendon se të ka mundur. Ndërsa ti i kulturuar hesht, jo mos hesht. Popullor që thënë pisit pis. Dhe kam nxjerrë te Telegram një gisht tregues. Për këta politikbërësit aktual pleqt. Ky gisht është për gjithë ata që dyshojnë në forcën e studentëve, urime, gëzuar student. Politika shqiptare në përgjithësi ka udhëheqës tjerë në prapavi, jo këto që ishin në Republikë, në media të kontrolluar në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë të Veriut. Kjo është mjaft interesante. Mjaft. Vizita e sotme në ditën e protestës kryeministit i di kokave të vlen 20 dhe Bilat Kasani. Pse ishte? Më tepër unë them i ngjan një foto të turpit historikisht sa breng dhe thojza. Edhe 1 milion euro të kish paguar dikush për të bërë një fotosesion të tillë kryeministit më anti-shqiptar i ekspozuar publikisht në RMV nuk do ndodhte. Pra, ta mbani me shëndet të fotografi ju të dy kryetarët e Vlenit. Nga sot qeveria e RMV-s ekziston në letër, jo në popullat. BDI më veç ka ikur në histori. Vinë gjeneratat e reja pa komplekse që i kërkojnë Mickovski dorëheqje ndër balkon të shtëpia. Izet me gjiti me Bilal Kasamin demodemave që të kapur. Dhe si të kuptohet ndryshe deklarata e Zëndëshinis është marrëveshje mes partnerëve. Ja maj këtë. Ligji e rregullon e pastaj edhe kushtetuta, ta bëjnë kanë marrëveshje mes partnerëve. Pse privat është populli shqiptar në Maqedoni. Pra, provimi i studentëve të jepet edhe gjuhën shqipe të ngllojë më shumë se marketing politik se sa si realitet juridik. Kur ekziston ligji mirator dhe në fuqi, të drejtat nuk varen nga pazaret politike mes vlen dhe vëmbrëdhëve. Ato duhet të zbatohen automatikisht. Pse nuk e zbatoi BDI-ja nga viti 2018 deri në vitin 2024? Pse? Kishte interesa personale, materiale. Nuk mërziteshin për shqiptarë. Tash mërzit Kalia Meti. Shumë, gjumi natën nuk e zen. Vërtet edhe unë besoj. Sepse ka do paralajmërime se dhe përfundoj edhe prapa grilave. Në 23, ndërkombëtarët e thonë, në 23 ligjit për përdorimin e gjuhëve është shumë i qartë. Për shkak, do përfundoj prapë për shkak të shumë malvërcimeve që kanë ndodhur në kohën kur ka qenë ai. Pa marrë parasysh se nuk kanë shkruar. Të gjithë ata që do shkojnë në haptime do bëjnë me gisht në drejtim të tij. Në rast të mos harmonizimit të dispozitave, organet kanë për detyrë të zbatojnë dispozitat e këtij ligji. Në 23. Pra, nuk thuhet askund se pajtohen partnerët e koalicionit apo se ka marrëveshje politike. Ligji obligon institucionin. Jo humorin politik të ditës që bën sot këta dy dishë e famshme në thojza. Është paradoksale që pas kaq vite shqiptarëve edhe ushitet si sukses elementar fakti që një provim apo licencë mund të merret në gjuhën shqipe. Kjo nuk është dhuratë politike, Izet. Është drejt ligjore dhe kushtetuese që duhet të ishte zbatuar prej kohësh, edhe pse Bilali është fenomen svoje vërste. Nuk njeh ligjin, nuk njeh. S'di dhe të lexojmë duket. Libri i fundit që pas ka lexuar duket është abetare. Kur me gjithë i thotë se 20 vitet e kaluara ka qenë në Maqedonisht, kjo nuk është arsye për vetë lavdrim, por dëshmi se institucionet kanë vënuar zbatimin e ligjit për 2 dekadë. Jemi në shekullin 21. Të drejtat nuk duhet të ecin me ritmin e burokracisë dhe kalkulimeve politike. Gjërat duhet lëvizin me shpejtësinë e obligimeve ligjore. Pra, a dini ju se në fillim të shekullit 20 viteve 1900, inteligjenca atyre që kanë fituar çmimin Nobel varet me inteligjencën e një nxënësi që përfundon sot shkollën fillore, pra klasën e 9. Aq. Dhe ndryshojnë, ecin përpara gjërat. Ne ende merremi sepse ashtu na duan politikanët duke rregulluar punët e tyre të pista. Ne ende merremi me atë që është në ligj dhe në kushtetutë dhe nuk zbatohet. Është. Pra, edhe pak do ndalem me diçka edhe do filloj me studentët, pra. Dhe pse i quani ju të dirigjuar nga BDI, ju të Vlenit kur studentët nënshmohet për edhe zëri i rinisë. Shumë gabim e keni. Për të ulur jehon e bëni këtë, për të ulur jehon në protestat studentore shqiptare sot në Shkup, për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, u ashtonin nga pushtetarët dhe nga Vleni dhe nga Vëmëro, Nofkat, Paterica, Satelita, çfarë s'ka mblizuar, turp i madh. Po pse studentët fëmijë janë dhe u duhet prindja apo kujdestari të ri me ta e ti mësojnë? Vëmëro të përne investoj që shqiptarët sërish të dalin sikur viteve 1992 rrugëve në protesta për të drejtat e tyre natyrore, ligjore, kushtetuese, mbi gjitha të vetmit si popullata autoktone këtu në RMV. BDI për 22 vite uli interesin shqiptar në interes personal, privat. Dhe sa Vlen shkon edhe më tej,
Përveç interesit personal del dhe mohues ndaj studentëve. Nihilist. Tallet ditën e Arifes, kështu do kisha thënë popullorshe. Shkojnë dhe bisedojnë me Mickovskij. Do të thënë ata nuk kanë biseduar as pak deri tash për kërkesat e studentëve. Pra, protestat ishin për përdorimin e gjuhës shqipe në jurisprudencë provimin e studentëve. Dhe kuptohet pastaj ndjek të gjitha punët e tjera. Dhe prezenca e studentëve nga Tirana Prishtinë tregon se studentët shqiptarë në RMV nuk janë vetë, pra kanë përkrahjen dy forcave më të mëdha të vedijes më të lartë të një populli studentëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra, studentët janë vedia më e lartë e një populli. Sepse janë ardhmëria dhe për kujdestarët e moralit të RMV-s pjesë e kontuese nga bloku makinat, qofshin politik dhe rrjeteve sociale, ishte më tepër se sa duhet një protest, një nacionale, ishte flamuri shtetëror i RMV-s dhe atë në bin ku kishte të mohon gjuhën, pra, në një evenement, kështu të themi, protest një nacionale shqiptare ishte prezent. E kam nxjerrë me fotografi. Pra ja flamuri SHBA-s aty është flamuri kombëtar shqiptar, telegram.com, flamuri i shtetit të RMV-s dhe flamuri i Bashkimit Evropian. Dhe ti quhesh protestat cëntore pjell e fantazisë se dikuj tjetër është ofendim për vetë studentët dhe për inteligjencën e tyre. E këtu them se ka marrëveshje vlen BDI. BDI-s i djeg ndërkam, ndërsa vleni çao, nuk do ketë më asnjë. Në Nord Maqedonia mosha madhore arrit në 18 vjeç dhe secili qytetar i rritur ka të drejtë të organizohet, të protestojë dhe ta shprehë qëndrimin e vet pa tutor politik. Organizatorët e protestës ishin të rinj mbi 18 deri 25 vjeç, mbase në njëri edhe i martuar, edhe prind. Njerëz me të drejtë vote, me përgjegjësi ligjore dhe me të drejtë për të ngritur zërin për çështjet që i prekin. O Besar Durmishi. Është paradoksale që të rinjt lavdërohen kur heshtin, por sulmohen sa po organizohen. Në vend që të dëgjohet mesazhi studentëve disa përpiqen t'i paraqesin si të manipuluar apo si vegla politike. Pse? Sepse u rrihet atyre në pushtet. Kjo qasje është në ndërsim i vetdijes së një gjenerate që jeton në shkollën si një informohet shpejt dhe organizohet shpejt. Studentët nuk kanë nevojë për kujdestar që të drejtojnë kur të flasin. Ata kanë të drejtë të reagojnë vetë për arsimin, kushtet, padrejësinë dhe të ardhmen e tyre, edhe të popullit të cilët i përkasin. Kushdo që përpiqet të mohojë këtë autonomi studentëve, në fakt po tenton të delegjitimojë zërin kritik të rinisë. Në demokraci, protesta nuk është krim, por shenjë një shoqërie që ende mendon dhe reagon. Sulmet ndaj studentëve vetëm sepse janë organizuar tregojnë frikë nga mendimi i lirë dhe nga energjia që sjell rinia. Studentët nuk janë pjell fantazia e skujt, ata janë qytetarë madhotër me të drejta të plota kushtetuese dhe morale për të protestuar. Kush i nënshmon ata në fakt po nënshmon të ardhmen e vet shoqërisë shqiptare. Bare se su janë, të vleni. Ofendojnë. Dhe BDI-ja gjë se u treguar më e zgjuar pas këtyre shkrimeve të mia, dolën thanë, ne nuk qëndrojmë pas këtyre. Po unë di se nuk qëndroni. Ju donit që të qëndroni, jeni munduar që të ishtin ndër të tillë, mirë po nuk va kanë llogarit muhabetin as për 5 para. As për 5 para. Dhe ishin studentët sot, unë edhe edhe qytetarë, normal, në protesta për studentët, qytetarët kanë të drejtë të marrin pjesë. Pa marrë parasysh bindjet e tyre politike. E ndjenë veten të prekur, të shkelur, të nëpërkëmbër, të përbuzur e kështu me radhë. Më ka befasuar, nuk dhe përmendim për një komandant tash në mbrëmje doli atje nga Kumanova. Ai ishte deputet, çfarë nuk ishte. Dhe kur gjë zbëri si deputet. Dhe thot, nuk e shpreh mendimin tim se unë jam i dëshpëruar me studentët. Ja, më e këtë. Ke qenë studenti ndonjëherë, o hoxha? Se di. Mund të kesh qenë, po ka qenë, më duket se gabim dikon. Është dashur të jesh në Prishtinë viteve 1981 dhe ta shifshe. Ta shifshe se çfarë do thot tutela serbe dhe çfarë do thot dhuna serbe ndaj studentëve. Serbët dhunë gjithë Jugosllavia. Dhe studentët ishin në Shkup. Ta studentët vërtet e të prënë, kënduan himnin, pa të diri se Izeti nuk lejon të këndohet himni dhe Bilalit, të këndohet Shkup, student, çfarë jeni duke bërë? Ju lumt, e keni 3 Izet me Zhitin dhe Bilal Kasamin.
Këtu e keni të vruar. E keni të vruar. Është një Barcelet që thot, dikur në një vend, kishte dek një burr dhe po e qajnë profesionalisht gratë. Dhe aty është prezente edhe hoxha. Dhe thonë, ku ja la e toka ato, hoxha thot mu, kështu ndër, ku ja la e këtë, mu, kretë mu, ku ja la e, dhe kur vjen, edhe ku ja la e, çdo gjë, dhe kur vjen në fund thot, ku ja la e, a ke pasur ndonjë borxha hall, hoxha tha, a te prut. Edhe këta, studentë e te prut, keni ngushtu shumë Bilal Kasamin dhe Izzet Mexhitin, si të arsetohen tash për protestat, përveç nëse në thunë se BDJ pas ka organizuar, mbarës si se. Tur. E plena jonë krenare. Se thëmë të më marë të flasë atyre, sot në marë flasërinë. Se të këtë zërë i shqiptarë, o zërë në vështyrë në shekuj, o zërë këtë maleve, i këtë në mende, i gjusën e nga polër, nëna pres pas presi. Dhe sot këtë zërë kërgonë vetëm një gjë, të drejtë për të polër shqip në tukën e ti. A ka kërkes në të drejtë se kjo? Poshtë ja kërgon gjyshtin, lumi kërgon shtati, dhe dhe shqiptari të kërtok, dhe në tuar e mbarësët të pari tonë, kërgon quen tonë, amanetin tonë. Kë nuk është privilegj, kjo është e drejt kushtutuse e këtu vendit, e drejt e vituar në marrëshin e orit, e drejt që nuk varet ka omori, një për njësë, apo politike, e një partije, apo i debetimin në komisionë. Kjo është e drejt që një të ne, dhe se të ne kemi që këtu, dhe të qërë të njëri të të. Shokë, sëmë në ato prisni, tonë është vetëm të legalitet, e nuk i prisni. Edhe sa kohë duhet një student shqiptarë të presë për të zonë provimet në gjuhën e ti. Sa kohë duhet të presë një profesionist shqiptarë për të shtrojë profesionin në gjuhën e ti. Sa kohë duhet presë në shqiptarë të qytetin e ti, të 8% të mundësi shqiptare, të prejtë të ketë abelat në gjuhën e ti. Sa kohë duhet presim që të dhejë ta të shojnë ende në shqip. Sa kohë duhet pritur që të jemi që të ta të plot në shtetit tonë. Dhe ne ka të kërë një të gjithë. Nuk ka institucion që funksion me prek gjuhën shqipe. As Ministria e Drejtësisë, e as Gjykata Konstitucione, e as Pushtetit. Dhe çdo ndërmjet shkumin e tonë, ka atalë të drejtë dhe të drejtën, se shqiptari është këtu. Mos më mendë se keni vetë. Mos më mendë se në këto që bëni do të shkume Shqipja. Shqipja ka mbjërtuar ca Bushana dhe Sultana, ka mbjërtuar shtypjet e ndalime dhe pësëri do mbjërtuar dhe pas nesh. Ka përdo të shtupe nga rëndinë zyrash e as nga frika e politikës. Nuk në pisa as nuk të tali se do në një skali. Ne kemi qenë këta shumë pushteteve, ne kemi këtu pas shumë djerve, ne nuk përkëtojmë asë që drejtë. Po vazhdojmë rrugën e primën e tanë, që dalëm në 68-ën, 81, 89, 94, për shkollën Shqip, për librin Shqip, për identitetin shqiptar. A ne kërkojnë avëtare, ne kërkojnë parazi. A ne kërkojnë shkolla, ne kërkojnë institucione që respektojnë gjuhën tonë antare. Dhe të e një, çfarë të kanë të shumë. Dhe si që ta nuk të zuën, as të një të zuën. Sepse gjaku tonë donje që presin e këti bombi. Nga një gjaku Shqip. Shërë shërë. A jemi misafir, ne këtu, a jemi arracet, ne jemi atëftur, ne jemi vetë që atëftur. Ne jemi sharin të dorë, ne jemi batarin të shtu, ne jemi dini në strut. Ne nuk jemi pastus të dorë, ne jemi sot në shtëpin të. Dhe gjua njërë, për gjurë që një të përëndëri, banime, tentativa për asimilim, nuk shuhet sot asku, dhe të atim njërë ata.
Edhe në kotën ne, të flasim me granëri e të bëjmë prioritetin. Ne nuk bëjmë për këtë shteti. Kështë edhe shteti, edhe për prioritet, parazi, respekt. Sepse parazia nuk është negociat, parazia është standard. Kolegë të dashur, në 2008 në presin se ku ishim, dhe ne do përgjigjemi, ishim këtu, në shesh, në shkup. Po pra, u kërkua dhe dorëheqja e ministrit të drejtësisë Filkov, por u kërkua dhe dorëheqja e Gjubi nuk e ze atë e di se e kupton se mbase porosi kishte ky manifestim protest për barazi dhe drejtësinë e popullatës shqiptare të në Maqedoni. Mickovskit ju kërkua dorëheqja. Jam duke i përcjell tash në mbrëmje shumë portale në gjuhën maqedonase dhe shumë rrjete sociale, partalë janë duke bërë më tepër për shkak të asaj se gjë se nuk është flamuri shtetëror Maqedonisë i Përë. Dhe nuk ka pse të përdoret në një edhe me kushtutësh në manifestimet ndryshme kulturore e kështu me radhë dhe dashura. S'ka nevojë të përdoret flamuri i shtetit, por vetëm ai flamuri kombëtar. Okej, nuk është okej, por unë tu për pak nuk e përshëndeta, por para se të përshëndetemi, të them diçka. Në mbrëmje filluan të qarkullojnë pas ndodhisë pra protestës, filluan të qarkullojnë video ku shifet se ka një përleshje e vogël dhe arrestimi studentëve gjatë protestës. I Seni ka dalë zëvendës ministri i policisë dhe thot mos bini prej propagandave institucion po punojnë për zbardhjen e rastit dhe përcaktimin e përgjegjësve. Por para se të hyjmë me zëvendës ministrin e policisë, një lajm qarkullon se studentët nga shteti shqiptar i kanë dërguar në Kumanov, nuk ka lënë policia që të dalën në Shkup, pastaj janë kthyer dhe ata janë ndalur edhe në ambasadën e shtetit shqiptar, ku i ka pritur kuptohet ai i cili vërtet ka shumë lëvizje pozitive sa përket disa gjërave në Maqedoninë Veriore. Ta dëgjojmë pra zëvend ministrin e punëve të brendshme Astrid Seni se si arsyeton incidentin sot. Dua të sqaroj opinionin lidhur me një incident që ndodhi pas protestës së sotme. Policia ka ndalur 3 persona, një maqedonas dhe 2 shqiptar, pas një zëke që ndodhi pas protestës së sotme. Dua të lutem që të mos bini pre e propagandave dhe dezinformatave që po qarkullojnë në opinion nga maqineria propagandistike e Musa Xhaferit dhe Blerim Bexhetit. O zëvend ministri sheshët i policisë, mos e përmend Musa Xhaferin dhe Blerim Bexhetin, s'kan lidhje nga ajo që kam unë informatat mos them se i kam nga dora e parë, nga organizatorët e realt, studentët. Nuk kanë bërë as pak me këtë. Dhe unë do të kisha dashur që ti, herëve se kjo është herë e dytë që paraqitesh prej veturës private. Do kisha dashur që herën e tretë të dalësh para foltores së MPB-s në Shkup dhe të flasësh, por atje nuk lejoj. Nuk e lejojnë të flasë. Tash, komandant Hoxha, në fund do të rregoj, thot, ku ka drejqinë e mesin studentëve, unë nuk përzihem në turma të tilla. Ishe të pam dhe shiqir që nuk jema në pushtet. Nuk flas për disa gjëra të tjera. Okej, nuk është kthej këtu, unë ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.